Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vim ju ftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Protesta kundër projektit në Zvërnec vijon për të 7 ditë radhazi me tubim përpara kryeministrisë në Tiranë. Qytetarë nga disa qytete të vendit kërkojnë anulimin e projektit dhe mbrojtjen e lagunës së Nartës. Organizatorët thonë se protesta do të vazhdojë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Protesta kundër projektit të resortit në Zvërnec dhe Nart pritet të vijojë edhe këtë të shtunë duke hyrë në ditën e 7 radhazi të tubimeve qytetare në disa qytete të vendit dhe në diasporë. Qytetarë nga zona të ndryshme të Shqipërisë dhe shqiptarë që jetojnë jashtë vendit kanë paralajmëruar sërish pjesëmarrjen në protesta. Protestuesit vijojnë të kundërshtojnë projektin e investimit në zonën e Nartës dhe Zvërnecit duke kërkuar anulimin e tij dhe mbrojtjen e ekosistemit lagunës që sipas tyre përfaqëson një pasuri të rrallë natyrore dhe turistike. Thirrjet kryesore të protestës mbeten Shqipëria nuk shitet dhe Narta është e jona. Në sheshin para kryeministrisë, organizatorët deklarojnë se mobilizimi do të vazhdojë derisa kërkesat e tyre të merren në konsiderat, ndërsa pjesëmarrja është rritur nga dita në ditë, përfshirë edhe përmirësimin e organizimit teknik të tubimit, sifonia dhe koordinimi i fjalimeve. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama ka reaguar më herët duke cilësuar debatin rreth projektit si të ndikuar nga narrativa të fabrikuara dhe ka mbrojtur investime të huaja si pjesë të zhvillimit ekonomik të zonës. Protestat në vend dhe në diasporë pritet të zhvillohen edhe në ditët në vijim, ndërsa kërkesa kryesore qytetare mbetet pezullimi i projektit dhe transparenca e plotë mbi zhvillimet në zonat e Zvërnecit. Qytetarë dhe aktivistë janë mbledhur sërish në Zvërnec për të kundërshtuar projektin turistik të parashikuar në zonë. Me thirrje kundër projektit dhe qeverisë, protestuesit kërkojnë mbrojtjen e ekosistemit të Nartës dhe të Zvërnecit, duke konsideruar lagunën një pasuri të pazëvendësueshme natyrore. Flamingoja, simboli i biodiversitetit të zonës, është shndruar në simbolin kryesor të lëvizjes qytetare. Zvërneci është kthyer edhe një herë në qendër të protestave qytetare kundër projektit turistik që parashikohet të zhvillohet në këtë zonë bregdetare në jug të vendit. Qytetarë, aktivistë dhe mbështetës të kauzës mjedisore u mblodhën pranë lagunës së Nartës duke shprehur kundërshtimin e tyre ndaj projektit që sipas tyre rrezikon një nga ekosistemet më të rëndësishme dhe më të veçanta të Shqipërisë. Protesta u zhvillua në një nga peizazhet më karakteristike të zonës, aty ku laguna takohet me detin, ndërkohë Gardhi, që për muaj me radhë ishte kthyer në simbol të përplasjes mes banorëve dhe autoriteteve, nuk ekziston më. Pas kundërshtimeve të vazhdueshme, fillimisht u hoqën telat me gjëmba, ndërsa tashmë janë larguar edhe strukturat e mbetura. Me pankarta dhe thirrje si anulo projektin, Narta është e jona, larg duart nga Zvërneci dhe Edi Rama dorhiqu, pjesëmarrësit kërkuan ndërprerjen e planit të investimit dhe ruajtjen e identitetit natyror të zonës. Për protestuesit, çështja shkon për te zhvillimit të një projekti turistik. Ata argumentojnë se bëhet fjalë për mbrojtjen e biodiversitetit, të habitatit të shpendëve dhe të një pasurie natyrore që konsiderohet unike në vend. Në qendër të protestave ishte edhe flamingoja, e cila është kthyer në simbol të rezistencës qytetare. Për shumë pjesëmarrës, ajo përfaqëson nevojën për të mbrojtur lagunën dhe ekuilibrin ekologjik të zonës nga ndërhyrjet që mund të ndryshojnë përgjithmonë karakterin e saj. Organizatorët kanë deklaruar se kundërshtimi do të vijojë edhe në ditët në vazhdim, duke kërkuar anulimin e projektit dhe garantimin e mbrojtjes afatgjatë të ekosistemit të Nartës dhe Zvërnecit. Lëvizja qytetare kundër ndërtimeve në zonën e Nartës dhe Zvërnecit është zgjeruar edhe në diasporë, ku shqiptarë në disa qytete europiane dhe amerikane kanë zhvilluar tubime masive. Me moton Shqipëria nuk shitet, protestuesit kërkojnë ndalimin e projektit dhe mbrojtjen e zonës natyrore, ndërsa protestat vijojnë edhe në disa qytete brenda vendit. Protestat kundër projektit të ndërtimit në zonën e Nartës dhe Zvërnecit janë shtrirë tashmë edhe jashtë Shqipërisë me pjesëmarrjen e qindra shqiptarëve në diasporë. Në Milano të Italisë janë mbledhur 10 qytetarë në sheshin kryesor të qytetit duke valvitur flamuj kuqezi dhe duke mbajtur pankarta me thirrjen Shqipëria nuk shitet. Tubimet të ngjashme janë zhvilluar edhe para përfaqësive shqiptare në disa vende të Europës. Sipas organizatorëve dhe njoftimeve të shpërndara, protestat janë paralajmëruar edhe në qytete të tjera si Firenze
Firenze, Londër, Washington, New York, Vjenë, Rom, Toronto, Athinë dhe Frankfurt, duke zgjeruar më tej shtrirjen e lëvizjes qytetare. Edhe në Shqipëri tubimet janë parashikuar në Tiranë, Vlorë, Shkodër, ndërsa në Vlorë protestat kanë vijuar prej disa ditësh. Lëvizja nisi fillimisht në zonën e Zvërnecit pas një incidenti të raportuar me një roje private ndaj një qytetari, duke nxitur reagime të forta publike dhe organizimin e protestave të njëpasnjëshme. Kërkesat kryesore të protestuesve mbetet anulimi i projektit të ndërtimit dhe mbrojtja e zonës natyrore, ndërsa vijojnë mobilizimi si brenda vendit ashtu edhe në diasporë. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj protestuesve dhe shqetësimeve të ambientalistëve për projektin e mundshëm në Zvërnec, duke theksuar se zhvillimi ekonomik mund të ecë paralelisht me mbrojtjen e natyrës. Ai ka marrë si shembull lagunën e Ria Formosës në Portugali, të cilën e cilëson si një histori suksesi të turizmit dhe biodiversitetit të ruajtur. Sipas tij, investimet mund të sjellin rritje ekonomike pa shkatruar ekosistemet natyrore. Kryeministri i vendit Edi Rama u është përgjigjur kritikave të protestuesve dhe ambientalistëve që kundërshtojnë projektin e mundshëm të zhvillimit në zonën e Zvërnecit, duke ngritur shqetësime se ndërtimet mund të ndikojnë në largimin e flamingove dhe dëmtimit të biodiversitetit të lagunës së Nartës. Në një reagim në rrjetet sociale, Rama ka sjellë si shembull lagunën e Ria Formosës në jug të Portugalisë, një zonë e njohur për biodiversitetin e saj të pasur, përfshirë flamingot dhe shpend migrator, si dhe për peizazhin e saj natyror me ishuj ranor dhe duna bregdetare. Sipas kryeministrit, Portugalia ka ndërtuar aty një model të suksesshëm të zhvillimit ekonomik të bazuar në turizmin me vlerë të lartë, duke e kthyer zonën një nga destinacionet më të njohura në Europë. Miliarda euro investime private, mijëra vende pune direkt dhe indirekt, rritje e ndjeshme e vlerës së pronave, të ardhura shumë të larta për çdo turist, një sezon turistik që zgjat gjithë vitit, transformimi i Algareve në një nga destinacionet më prestigjioze të Europës. Edhe ndërkohë, flamingot janë ende aty, shpend migrator janë ende aty, laguna është ende aty, madje vetë biodiversiteti është bërë pjesë e produktit turistik. Ai thon se në raste të tilla natyra dhe zhvillimi nuk mund të shihen si të kundërta, por si pjesë të njëjtës model ekonomik ku pasuria krijohet duke e kthyer natyrën në aset zhvillimit dhe jo në pengesë. E pra bodhi kemi paguar haraç budallallokut ton 100 vite. Shqipëria e rilindur turistike do të hyjë më së zbë në ligën e kampioneve të turizmit botror dhe Europa e bota do të na vlerësojnë përfundimisht si vend i bekuar, jo i mallkuar. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka përshëndetur protestat që po zhvillohen në Tiranë dhe qytete të tjera, duke i cilësuar si uragan qytetar kundër qeverisë. Ai ka bërë thirrje kryeministrit Edi Rama ta dëgjojë kërkesën e protestuesve dhe të japë dorëheqjen. Berisha ka përsëritur edhe akuzat e tij politike ndaj qeverisë dhe figurave ndërkombëtare të lidhura me projekte investimi në vend. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka përshëndetur protestat që po zhvillohen prej ditësh në Tiranë dhe në disa qytete të vendit, si dhe në diasporë, duke i cilësuar si një reagim të gjerë qytetar kundër qeverisë. Në një deklaratë për mediat, Berisha u shpreh se protestat përbëjnë një uragan që nuk ndalet pa realizuar qëllimin e tij, duke shtuar se zëri i protestuesve është dëgjuar edhe në metropolet europiane dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka urdhëruar Blendi Gorxhën tani që ta dinë qytetarët e të rit, ka urdhëruar Blendi Gorxhën që në që të shuaj protestet të organizoj sa më shumë koncerte e dënoi këtë praktikë. Pra, të shpenzohen 10 milion euro për të dëmtuar protestën e cila ka qëllime shumë të larta dhe jam i bindur se me asgjë nuk mund të pengohet ky uragan pa realizuar qëllimet e tij. Dje Europa dhe bota ndigjoi më fuqishëm se kurrë zërin e shqiptarëve, jo vetëm në Tiranë dhe në qytetet e tjera të vendit, por dhe në metropolet kryesore të Europës, dhe sot në Shtetet Bashkuara shqiptarët protestojnë pranë përfaqësive të
narkokratit Edi Rama. Berisha ju përgjigje dhe kritikave që kanë ardhur nga protestues që kërkojnë largimin e tij, duke i cilësuar ato si opozitar të opozitës dhe duke deklaruar se nuk përfaqësojnë qytetarët. Nuk janë qytetarët ata. Ata janë opozitarët e opozitarëve, s'kan asgjë përbashkët me qytetarët. Janë thjesht vegla të Edi Ramës dhe Lubi Balluku. Mos u merrni me ta, ata nuk kanë asgjë përbashkët me protestën. Lexoni çfarë janë korpusi kryesor i tyre dhe bashkohuni me ta, sepse e vërteta është që ata po përballen në mënyrë më dinjitoze me një regjim që nuk ka asnjë ditë legjitimitet. Në deklaratën e tij, kreu i PD-s ka përsëritur gjithashtu akuzat ndaj kryeministrit Rama, duke e lidhur me çështjen që sipas tij kanë të bëjnë me korrupsionin dhe favorizimin në projekte të investimit strategjik në vend, përfshirë edhe rastin e një toke të diskutuar për zhvillim. Në një dosje ku prokuria shqiptare kishte nisur hetimet për krim të organizuar ose korrupsion në nivelet më të larta, zotëria e tij jepte lejen e zhvillimit për kompaninë, duke shpresuar se autoriteti i zotit Kushner dhe vajzës do të mjaftonin për të mbyllur çdo dosje. A nuk është ky një kurth i shëmtuar i një të paburri që bën çdo lloj akti për të përlyer cilin do për përfitime të veta? Si mundet ti t'japish leje zhvillimi në një zonë e cila e din mirë se po hetoj nga prokuria speciale për vepra penale të krimit organizuar dhe të korrupsionit. Deklaratat e kryeministrit pas protestave qytetare se vendi ndodhet në luftë hibride, kryedemokrati i cilëson si deklarata që vijnë nga trashëgimia psikologjike komuniste e Edi Ramës. Deklaron në mediat më të mëdha të botës me paturpsinë më të madhe se jemi në një luftë hibride, duke aluduar kështu se Greqia apo ndonjë vend tjetër po bën gjithçka për të bllokuar investimet dhe turizmin, një idiotësi e pashoqe. Është pikërisht psikologjia e trashëguar e një ati të tij shpirtëror, Enver Hoxhës, për armikun e brendshëm dhe të jashtëm. Prej disa ditësh në Tiranë dhe qytete të tjera po zhvillohen protesta që fillimisht nisen nga një incident i raportuar në zonën e Zvërnecit dhe më pas janë zgjeruar duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit. Liçeni i Shkodrës është shpallur zyrtarisht rezervë biosfere nga UNESCO, duke marrë një vlerësim të rëndësishëm ndërkombëtar për mbrojtjen e natyrës dhe biodiversitetit. Vendimi vjen pas aplikimit të Shqipërisë dhe synon forcimin e ruajtjes së ekosistemit dhe zhvillimin e qëndrueshëm në zonë. Statusi i ri pritet të rrisë vëmendjen ndërkombëtare dhe bashkëpunimin ndërkufitar me Malin e Zi. Liçeni i Shkodrës është shpallur zyrtarisht rezervë biosfer nga UNESCO pas miratimit të aplikimit të dorëzuar nga Shqipëria në dhjetor të vitit 2025 në kuadër të projekteve për mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të tij të veçanta natyrore. Ky vlerësim ndërkombëtar e një ligjin si një nga zonat më të rëndësishme për biodiversitetin në Europën juglindore për shkak të pasurive së habitatet natyrore dhe roli që luan në ruajtjen e ekuilibrit ekologjik në rajon. I ndarë mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, liçeni i Shkodrës trehon qindra lloje shpendësh, peshqish dhe specie të tjera të florës dhe faunës, disa prej të cilave janë të rralla ose të rrezikuara. Shpallja si rezervë biosfer synon të nxjisë mbrojtjen afatgjatë të ekosistemit, duke promovuar njëkohësisht zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, turizëm natyror dhe bashkëpunim ndërkufitar mes dy vendeve. Autoritetet dhe ekspertët e mjedisit e kanë cilësuar këtë vendim si një arritje të rëndësishme për ruajtjen e trashëgimisë natyrore dhe një mundësi të re për promovimin e rajonit në arenën ndërkombëtare. Sipas tyre, statusi i ri pritet të sjellë më shumë mbështetje për projektet e mbrojtjes së mjedisit, menaxhimin e burimeve natyrore dhe zhvillimin e komuniteteve lokale që jetojnë pranë liçenit, duke forcuar më tej rolin e tij si një nga pasuritë më të çmuara natyrore të Shqipërisë dhe Ballkanit.
Spitali i Traumës ka bërë me dije se efektivi i plagosur në operacionin e Maliqit, Edison Adri, vijon të jeti intubuar, por gjendja e tij shëndetësore po shfaq shenja përmirësimi. Sipas mjekëve, parametrat jetësore janë stabil dhe ai po mbahet në monitorim të vazhdueshëm. Ngjarja ku ai u plagos i mori jetën kolegut të tij, Enea Mekollit. Efektivi i forcave shqiponja Edison Adri, i plagosur gjatë një operacioni policor në Maliq, vijon të jetë i shtruar në Spitalin Universitar të Traumës dhe i intubuar, ndërsa gjendja e tij shëndetësore raportohet drejt përmirësimit. Në një njoftim për mediat, Spitali i Traumës bëri të ditur se parametrat jetësore të pacientit janë stabil dhe se ekipi mjekësor po vijon ndjekjen e tij në dinamik, duke përgënjeshtruar disa raportime të pasakta i gjendjen e tij. Pacienti vijon të jetë intubuar në Spitalin Universitar të Traumës me parametra jetësore stabil drejt përmirësimit. Ekipi mjekësor do të vijojë ndjekje në dinamik të gjendjes shëndetësore, thuhet në reagimin zyrtar të spitalit. Efektivi u plagos disa ditë më parë gjatë një operacioni të policisë në Korçë për arrestimin e 43 vjeçarit Violant Braçellari, ku pati shkëmbim zjarri mes forcave të rendit dhe të dyshuarit. Në të njëjtin operacion humbi jetën dhe efektivi i shqiponjave Enea Mekolli, ndërsa i dyshuari për ngjarjen, Violant Braçellari, mbeti gjithashtu i plagosur dhe ndodhet jashtë rreziku për jetën. Një shpërthim i fuqishëm me lëndë plasëse ka trondituar orët e para të mëngjesit fshatin Rrill të Lezhës. Lëndët shpërthyese janë vendosur në hyrje të një banese dykaçe, ku në momentin e ngjarjes ndodheshin pronari dhe bashkëshortja e tij. Fatmirësisht nuk ka persona të lënduar, ndërsa policia ka nisur hetimet për zbardhjen e autorëve dhe motivin e sulmit. Banorët e fshatit të Rrill në Lezhë janë zgjuar nga një shpërthim i fortë që ka tronditur zonën në orët e para të mëngjesit të së shtunës. Sipas të dhënave paraprake, lënda plasëse është vendosur në derën e një banese dykaçe në pronësi të Mirashit. Në momentin e shpërthimit, brenda shtëpisë ndodheshin ai dhe bashkëshortja e tij, të cilët kanë shpëtuar pa lëndime, ndërsa janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Pronari i banesës ka deklaruar se u zgjua nga shpërthimi i fuqishëm dhe se nuk ka dieni për ndonjë kontakt që mund ta ketë çuar në këtë ngjarje. Në orën 13 natës më kanë vënë dinamitin të dera, kanë rrezikuar jetën edhe familjes. Gjitha pajisjet e gjanat me derë blinduar, gjitha i kanë hillë në erë. Derën sipër e tjegullat lart e komplet gjanë. Nuk më shkon mendja te kurkush, te kurknja. Unë për natë rri me shok, dal veç që është jashtë gjanë, humor. Nuk kena probleme, 0. Me grua, fëmijët i kam jashtë. Po, një 200 metra nga këto, i ka ndodhur para 2 javësh një shokut, një fshatarit tim. E njëjta gjanë. Pa ai s'ka kanë shtëpi, fati vet ka kanë në Itali. I baj thirrjes gjithë kujqit, drejtësia, baj punën e vet. Grupi hetimor ka nisur menjëherë punën për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Për shkak se banesa nuk ishte e pajisur me kamera sigurie, hetuesit po verifikojnë pamjet e kamerave të bizneseve dhe objekteve të tjera në zonë, me shpresën për të identifikuar autorët. Njëkohësisht po kryen ekspertiza për të përcaktuar dhojën dhe sasinë e lëndës plasëse të përdorur për këtë atentat. Ngjarja ka rikthyer shqetësimin në zonën e Rrillës, pasi bëhet fjalë për rastin e dytë brenda pak javësh, ku një banesë sulmohet me lëndë plasëse. Më herët një shpërthim i ngjashëm u regjistrua në banesën e Tom Çungut, një emigrant që jeton në Itali. Edhe ajo ngjarje mbetet ende pa autor, ndërsa policia po heton nëse mes dy rasteve mund të ketë lidhje. Autoritetet vijojnë punën për identifikimin e personave përgjegjës për zbardhjen e plotë të motiveve. Sajmir Kolaveri, i shpallur në kërkim nga Drejtësia Shqiptare për përfshirje në vrasjen e Klevis Leshit në vitin 2020, është ekstraduar nga Italia në Shqipëri. Ai akuzohet se ka ndihmuar në organizimin e krimit, transportin dhe fshehjen e kufomës së 22 vjeçarit. Çështja lidhet me një zinxhir të gjatë hakmarrjesh mes dy fiseve që ka shkaktuar disa viktima ndër vite. Një tjetër person i akuzuar për vrasjen e Klevis së Dheshit është vënë në dispozicion të drejtorisë shqiptare. Sajmir Kolaveri është ekstraduar nga Italia pas kërkesës së autoriteteve shqiptare, pasi ndaj tij është caktuar masa e sigurisë arrest me burg nga gjykata e posaçme. Sipas hetimeve, Kolaveri dyshohet se ka bashkëpunuar me persona të tjerë në ekzekutimin e 22 vjeçarit Klevis Dheshi në vitin 2020, si dhe për transportimin dhe fshehjen e trupit pajeti, i cili u varros në zonën e Shpërdetit në Mamurras. Prokuroria
Mbretëria e posaçme e konsideron atë pjesë të një grupi të strukturuar kriminal dhe akuzon për një sër veprash penale përfshirë vrasjen dhe gjakmarrje, fshehjen e kufomës, armbajtjen pa leje dhe pjesëmarrjen në organizata kriminale. Hetimet e SPAK quan më herët në arrestimin e disa personave të dyshuar për këtë ngjarje, mes tyre edhe të dyshuar si ekzekutor të krimit Sabanuzi, si dhe bashkëpunëtor të tjerë. Sipas dosjes hetimore, vrasja dyshohet se është porositur nga Aurel Hoxha si akt hakmarrjeje për një konflikt të vjetër mes dy familjeve. Ngjarja lidhet me një seri vrasjesh të ndodhura ndër vitet mes Fiseve Dheshi dhe Hoxha, konflikt që e ka zanafillën në vitin 2012 pas vrasjes së Agim Hoxhës në Mbretërinë e Bashkuar, që prej asaj kohe përplasja ka prodhuar viktima të shumta nga të dyja palët. Klevis Dheshi u vra në vitin 2020 dhe trupi i tij u zhduk për një periudhë të gjatë. Eshtrat e tij u gjetën vetëm pas rreth 2 vitesh e gjysmë nga banorët të zonës në Kurbim, duke i dhënë një kthesë të rëndësishme hetimeve. Autoritetet shqiptare vjojnë hetimet për të dokumentuar plotësisht rolet dhe përgjegjësitë e të gjithë personave të përfshirë në këtë dosje, e cila konsiderohet një nga rastet më të rënda të hakmarrjes së krimeve të viteve të fundit. Policia e Lezhës ka zbardhur një ngjarje të rëndë kriminale në Kurbin, e cila është paraqitur fillimisht si vdekje natyrale. Një 57 vjeçare është ndaluar si e dyshuar për vrasjen e nënës së saj, 85 vjeçare, ndërsa hetimet kanë ngritur dyshime për fshehje të krimit dhe përfshirje të mëtejshme. Prokuroria dhe policia vjojnë hetimet për rrethanat e plota të ngjarjes. Një ngjarje e rëndë kriminale e mbajtur e fshet për më shumë se një muaj është zbardhur nga policia e Lezhës në fshatin Fush Mamurras të Kurbinit në kuadër të operacionit të koduar Enigma. Sipas hetimeve, është ndaluar 57 vjeçaria Violeta Shpani, e dyshuar për vrasjen e nënës së saj, 85 vjeçare Dave Shpani, e cila kishte ndruar jetë me 30 prill dhe fillimisht rasti ishte raportuar si vdekje natyrale. Nga verifikimet e kryera në bashkëpunim me prokurin, dyshimet janë forcuar pas informacionit të siguruar në rrugë operative, duke çuar në hapjen e një grupi të posaçëm hetimor. Sipas policisë, nga veprimet hetimore ka rezultuar se e moshuara ka humbur jetën si pasojë e goditjeve me mjet prerës. Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar edhe një thikë e dyshuar si e përdorur për krim, ndërsa hetuesit po analizojnë të gjitha rrethanat e ngjarjes. Nga hetimet rezulton se 57 vjeçaria vuante nga probleme të shëndetit mendor dhe jetonte në të njëjtën banesë me nënën e saj, ndërkohë nën hetim në gjendje të lirë është marrë edhe një mjeke e cila dyshohet se ka firmosur aktin e vdekjes si natyrale, pa referuar rastin tek organet ligjzbatuese. Autoritetet po vijojnë punën për dokumentimin e plotë të kësaj ngjarjeje të rëndë dhe zbardhjen e çdo detaji që lidhet me këtë krim të dyshuar. Vijoj me informacione nga Kosova. Ka nisur procesi i votimit në përfaqësitë diplomatike të Kosovës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Mijëra shtetas kosovar të regjistruar jashtë vendit po ushtrojnë të drejtën e votës në ambasada dhe konsullata të vendosura në disa shtete të botës. Ndërkohë, të dielën qytetarët në Kosovë do të drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur përbërjen e re të kuvendit dhe qeverinë e ardhshme. Procesi zgjedhor për zgjedhjet e parakohshme në Kosovë ka hyrë në një fazë të re të rëndësishme në nisjen e votimit në përfaqësitë diplomatike të vendit jashtë kufive. Sipas autoriteteve zgjedhore, votimi po zhvillohet në 30 misione diplomatike, përfshirë 17 ambasada dhe 13 konsullata të shpërndara në 18 shtete të ndryshme, duke u dhënë mundësinë qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit të marrin pjesë në procesin demokratik. Qendra e parë e votimit u hapë në Turqi, në ambasadën e Kosovës në Ankara dhe konsulatën në Stamboll, ndërsa dhe më pas procesi është rrirë dhe në vende të tjera europiane, ku jetojnë një numër i madh i diasporës kosovare. Votimi po zhvillohet gjithashtu në shtete si Gjermania, Zvicra, Mbretëria e Bashkuar, Belgjika, Franca dhe Austria, ku janë organizuar qendra votimi pranë misioneve diplomatike të Kosovës. Sipas dhënësit të Komisionit Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës, Valmir Elezi, të drejtën për të votuar fizikisht ambasadën dhe konsullata e ka 27.724 qytetarë që janë
regjistruar paraprakisht për këtë formë votimi. Paralelisht me votimin në përfaqësi diplomatike, po mbyllet dhe procesi i votimit me post për më shumë se 104.000 votues të regjistruar jashtë Kosovës. Pas përfundimit të afateve, të gjitha flet votime do të transportohen në Kosovë, ku do t'i nënshtrohen procesit të numërimit. Të dielën qytetarët e Kosovës do të votojnë për të zgjedhur përbërjen e re të kuvendit dhe qeverinë që do të drejtojë vendin në vitet e ardhshme, në një proces që konsiderohet vendimtar për zhvillimin politik të vendit. Të nderuar teleshikues, në vijim ju ftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 7 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara malore do të ketë vranësira të lehta kalimtare. Pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm pareshje, domethënse temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 20:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 18 deri në 31 gradë Celsius, Kukës 14 deri në 27 gradë Celsius, Peshkopi 13 deri në 28 gradë Celsius, Tiranë 15 deri në 29 gradë Celsius, Durrës 18 deri në 28 gradë Celsius, Kavaj 17 deri në 28 gradë Celsius, Elbasan 17 deri në 30 gradë Celsius, Berat 18 deri në 31 gradë Celsius, Korç 12 deri në 25 gradë Celsius, Vlorë 19 deri në 28 gradë Celsius, Gjirokastër 13 deri në 27 gradë Celsius, Sarand 18 deri në 28 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 7 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave të pakta kalimtare. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja do të vijojë me mot të ngrohtë dhe vranësira të lehta në disa zona malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri lart rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:51 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 20:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 12 deri në 28 gradë Celsius, Podujev 10 deri në 27 gradë Celsius, Skënderaj 11 deri në 28 gradë Celsius, Pej 12 deri në 28 gradë Celsius, Prishtinë 10 deri në 28 gradë Celsius, Gjakov 13 deri në 29 gradë Celsius, Malishev 12 deri në 29 gradë Celsius, Gjilan 11 deri në 28 gradë Celsius, Ferizaj 11 deri në 28 gradë Celsius, Kaçanik 10 deri në 27 gradë Celsius, Suarek 12 deri në 29 gradë Celsius, Prizren 13 deri në 29 gradë Celsius.
Të nderuar teleshikues, që ishte gjithçka që kishim përgatitur. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, minuta kofshim.